punës, të angazhimit tënd? Sigurisht që i kam ndjekur, nuk është se ndje mirë, por për ta neutralizuar atë që thot këtë shprehje, i them kur është ere fundit që ke lexuar një lajm ose që ke dëgjuar një lajm në gazetë ose që ke dëgjuar një lajm në televizion, sepse kjo është një jehon që qarkullon në fazat ndryshme, nga përvojat të ndryshme qytetare, nga kontekstet të ndryshme, nuk mund të themi që nuk kanë bazë ky besim, por sigurisht që nuk duhet të rrim në këtë logjik, sepse gazetari është një mekanizëm, një strukturë, një profesion që i duhet qytetarisë, i duhet demokracisë, dhe është aq i nevojshëm sa thuhet që edhe një gazetari e keqe i duhet një demokracie për ta bërë atë më të mirë. Thasë do thoj edhe një gazetari e keqe i duhet një demokracie të keqe. Jo. Apo s'ka demokraci të keqe? Demokracia është ose është? O është ose është. Por nuk është se unë jam totalisht dakord me këtë, që një demokracie, një gazetari e keqe i bën mirë, sepse unë mendoj që gazetaria nëse është e keqe, ndikon për keq në demokraci, në qytetari, dhe këtë shprehje këtë besim e kam krijuar vitet e fundit, sipas të cilit, besim sipas të cilit, mendoj që gazetaria në Shqipëri është bërë në vend që të ishte një mekanizëm për zgjidhjen e problemeve, është bërë pjesë e problemeve. Pa e cënuar etikën e komunikimit për shkak të njohjes, të miqësisë që kemi bashkë, mund t'i drejtojmë njëri tjetrit siç flasim kur takohemi rëndom në mjediset jashtë ekranit. Patjetër. Zylo, mendon se ka gazetari të keq apo ka gazetar të papërgjegjshëm që krijojnë perceptimin e gazetarisë keqe? Pyetje që më vën në dilema, mendoj që janë të dyja. Më shumë mendoj që është struktura që e dëmton gazetarin, se sa gazetarin vetvete. Për shkak të mënyrës se si funksionon struktura ekonomike e gazetarisë në Shqipëri, mendoj që struktura ndikon për keq më shumë te gazetari se sa gazetari vetë në profesionin e tij. E them këtë për shkak se struktura ekonomike e medias në Shqipëri funksionon mbi një logjik monokratike, pra ku një njeri ka një media, ose një familje ka një media. Ndryshe nga logjika e aksioneve që ekziston. Si që ka qenë më herët koncepti i ligjit dhe në Shqipëri, në fakt? Po, si që ka qenë më herët koncepti i ligjit, që gjithsesi ishte i mirë, pavarësisht se futej në një logjik formaliste edhe atere, por gjithsesi ishte më i mirë se sot. Pak në aspektin formal kishte disa kufizime. Do të thënë, një aksioner i vetëm nuk mund kishte mbi 49%. 20%. 20 apo 29%? 20% në një licencë kombëtare, dhe më shumë se 50% më duket në një licencë lokale, por për licencën kombëtare jam i sigurt. Tani ka edhe 200% një individ. Ka më shumë se sa 200%. Në syrin e një shikuesit vëmendshëm, që ndjek